Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle, më ke hequr grathoren dhe më ke mbushur me gëzim, me qëllim që shpirti im të mund të këndojë lavdi pa pushim. O Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë. Psalmi 30, vargu 11 dhe 12. Kështu përfundon Psalmi 30. Ky psalm është një thirrje për mëshirë në pika të ndryshme. Vargu para vargut 11 thot: Dëgjoj o Zot dhe ki mëshirë për mua, o Zot bëhu ndihma ime. Të dyja këto fjali kanë shenjën e pikë çuditëses në fund. Më pas kemi një thirrje me besim. Gëzimi i Zotit ndryshon gjithçka në jetën tonë. Vargu 11 thot: Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle. Unë dua t'ju inkurajoj me këtë fjali sot, të gjithëve ju që po dëgjoni tani dhe që po vajtoni në një mënyrë të caktuar. Unë ju nxis të shihni nga Perëndia sepse vetëm ai e ka fuqinë, dashurinë dhe mëshirën, dhe vetëm ai është në gjendje ta kthejë vajtimin tuaj në valle. Ai është në gjendje t'ju heq grathoren. E gjithë tabloja është që të heq vajtimin dhe grathoren me gëzim. A nuk është kjo ajo që thuhet disa herë te zbulesa? Ky është drejtimi i historisë për të gjithë ne që besojmë te Perëndia. Do të vi dita kur ai do të fshijë çdo lot nga sytë tanë. Kështu na thuhet te zbulesa kapitulli 7 dhe 21. Kur të shohin fytyrën e tij, nuk do të ketë më vajtim, vuajtje, dhimbje, mëkat dhe vdekje. Gjithçka do të jetë e re. Ne do të kënaqemi në të. Kur ai të na vesh me rrobat e gëzimit, nuk do të ketë më lot në sytë tanë. Ai do të na vesh me gëzim për të gjithë përjetësinë, me qëllim që ajo që ai ka bërë në jetën tonë, transformimi nga vajtimi në valle, të na bëjë të këndojmë kënga adhurimi atij dhe të mos rrim në heshtje. Më pas fraza e fundit këtu në vargun 12 është: O Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë. Sot merrni zemër në vajtimin, lëndimin dhe dhembjen e kësaj bote që duket sikur nuk do të largohet asnjëherë, sepse do të vi dita ku përmes besimit e Jezusi, vajtimi nuk do të jetë më. Jezusi e ka mposhtur mëkatin, vdekjen dhe varrin. Përmes besimit e Jezusi do të vi dita kur vajtimi juaj do të kthehet në valle. Vajtimi jo thjesht do të zhduket, por do të kthehet në valle. Kur grathoria juaj të hiqet, ju do ta gjeni veten të veshur me gëzim në një mënyrë që do t'ju drejtojë ta falenderoni Perëndin për jetë. Perëndinë të lavdërojmë për këtë realitet në një botë ku jemi të pikolluar. Të lavdërojmë që nuk pikollohemi siç pikollohet bota, por jemi plot shpresë. Ne pikollohemi me besim. Pikollimi ynë është i vërtet, shumë i vërtet. Ne i ndjejmë pasojat e mëkatit, vuajtjes dhe vdekjes në këtë botë. Por Jezusi ti e ke mposhtur varrin dhe mëkatin, dhe i ringjallur prej së vdekurish. Ti je ngritur lart dhe do të kthehesh prap një ditë. Ti do të na afrosh pranë vetes, dhe do të ketë një qiell dhe një tokë të re. Ne do të shijojmë bashkësinë me ty në jetë të jetëve. Ti do të fshish çdo lot nga sytë tanë. Perëndinë të lavdërojmë për këtë realitet dhe lutemi që të na ndihmosh të vajtojmë me shpresë, të vajtojmë duke pritur vallen me gëzim, duke të dhënë ty falënderime në përjetësi. Perëndinë, ndërsa lutemi për këtë, të përgjërohemi për njerëzit përreth nesh që nuk e njohin këtë shpresë. Na ndihmo ta ndajmë me dikë këtë shpresë sot. Na ndihmo të drejtojmë dikë që të njohë shpresën e Jezusit. Perëndinë, lutemi për fiset e ndryshme në botë, për fisin Ansaris në Indi. Janë rreth 11 milion njerëz dhe asnjë prej tyre nuk është ndjekës i Jezusit. Ata janë mysliman dhe askush nuk e njeh shpresën e Jezusit. Askush nuk e njeh atë që ka fuqi ta kthejë vajtimin në valle. Perëndinë, lutemi që ti ta ndryshosh këtë. Lutemi që ata të gëzohen kur ti të dërgosh dikë për të dëshmuar. Ne lutemi për përhapjen e ungjillit te fisi Ansaris në Indi dhe që ata të njohin këtë shpresë. Lutemi që ata të na bashkohen në falenderimet tona ndaj teje në përjetësi. Dhe ndërsa të falenderojmë për këtë premtim, lutemi që të na kthesh këtë vajtim në valle dhe që të përdorësh jetën tonë, familjet tona, kishën tonë, për të bërë të njohur lajmin e mirë dhe shpresën mes njerëzve që kemi pranë dhe larg. Lutemi që ti të fshish lotët jo vetëm nga sytë tanë, por edhe nga sytë e njerëzve nga çdo komp, fis dhe gjuhë, përfshirë fisin Ansaris në Indi. Ne lutemi për këto në emrin e Jezusit, i cili ka mposhtur vdekjen dhe ka fuqinë ta kthejë vajtimin në valle. Në emrin e Jezusit ne lutemi.
Amen.